Është legjitim shqetësimi që kanë qytetarët, kushdo që do të blejë një apartament e një banesë në qytetin e Tiranës. Çmimet në ndërtim janë të shkëputur nga realiteti shqiptar. Janë të shkëputur nga pagat, nga pensionet, nga të ardhurat e familjeve shqiptare, janë të shkëputur edhe nga çmimet në të gjithë sektorët e tjerë. Sot ndërtimi operon në një flusk që ndërtohet e tillë, funksionon e tillë vetëm si rezultat i pastrimit të parave. Dhe kjo është arsyeja kryesore sepse ndërtimi sot ka çmime të larta. Është fakt i njohur botërisht, jo vetëm çdo raport ndërkombëtar, po edhe në ekonominë shqiptare, që sot ndërtimi nuk bazohet mbi llogari ekonomike, nuk bazohet as mbi të ardhurat që vinë nga burimet e ligjshme, por bazohet mbi pastrimin e parave. Dhe kjo e ka bërë të papërballueshëm një apartament për një çift të rinj, për shtresën e mesme, për mjekët, për profesionistët në qytetin e Tiranës, që të duhen 42 vite për të blerë një apartament dhe që kjo të jetë shkëputur nga nevojat që ka jeta, nga çmimet që kanë sektorët e tjerë të ekonomisë, nga të ardhurat që kanë familjet shqiptare, ka vetëm një arsyetim dhe një shpjegim logjik. Pastrimi i parave. Si mund të ndryshojë kjo? Kjo ndryshon shumë thjesht. Kjo ndryshon sigurisht me ndryshimin e modelit ekonomik. Kjo ndryshon me vendosjen e vullnetit politik të hekurt për ta luftuar pastrimin e parave, për të luftuar këto kanale ilegale, jo ligjore, jo zyrtare që vinë në ekonominë shqiptare. Kjo është zgjidhja e parë, sigurisht jo e vetme, po kjo është zgjidhja e parë për të çliruar ekonominë.